Në ditët me temperaturat e larta, punëtorët të ndërtimtarisë janë më të ekspozuar ndaj rrezikut. Për shkurtimin dhe ndryshimin e orarit të punës për ta, tani do të flasim me kryetaren e sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azeme. Kryetara, e keni bërë kërkesën për ndryshimin e orarit të punës ose për shkurtimin e orarit të punës për punëtorët e ndërtimtarisë tash në kohën e temperaturave të larta? Realisht ka vite të gjata që ne kemi kërkuar që qeveria e Kosovës duhet të nxjerrë një rregullore se kur duhet ndalohen punimet në objekte jashtme dhe kur nuk ndalohet. Po themi ka bukur gjatë. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë gjithherë nxjerr një lloj vendimi i cili themi të jemi të sinqert, pothuajse gati dhe nuk aprovohet asnjëherë tek pronarët e kompanisë sepse nuk e përcakton decidimisht deri në cilën nxehtësi mund të punohet tek punëtorët. Unë dje kam dalë në terren dhe një pjesë bukur e madhe ka respektuar, po themi, temperaturat që kemi, por megjithatë unë kam pa me sytë e mi dikur në katën e 5-16 në komunën e Podijevës, njeriu pas një pajisje mbrojtëse në ora 16 ku temperatura në veturën time ka qenë 40 gradë, ai vendim nuk është respektuar dhe unë shpeshherë pyes vetveten ku gjithaj guximi i pronarët kompanive që në temperaturë 40 gradë të guxojnë të punojnë punëtorët në një ndërtesë 5-16 katësh. Në kërkesën e juaj, çfarë orari është përcaktuar? Që mas pari është një çështje të cilën unë e kam thonë se nuk kemi nevojë që funit merremi me ide të ndryshme në këto periudhë, fatbarësisht nuk zgjat shumë, mund të zgjat një ditë, 2-3 dhe një javë ditë, dhe nëse punëtorët e sektorit privat Kosovës punojnë 3-4 orë më pak nuk bëhet nami sepse në kushte normale ne punojmë ka 7 orë më shumë dhe nuk bëhet nami, andaj nuk duhet të krijohet një problem pse nëse ndalet në pikun e ditës që nga ora 11 deri në ora 3 ose 4 të ndalen punimet dhe mund një farë forme ndoshta në ditë të tjera të zavancojnë këto, por prioritet është ruajtja e shëndetit të punëtorëve për cilën faktikisht po themi sidomos në Kosovë jemi tepër keq me rastin e vdekjeve. Para mendojeni në një temperaturë 40 gradë në një punëtor 5-16 katësh duke punuar, domthonë ai mund të jetë gjithçka, po vetëm truri i njerit nuk mund të përthokuar që në temperatura është madhe të guxojë të gjinet në ato objekte aq lartë. Sipas jush këto ndryshime dhe shkurtimi orarit a mund sjellë edhe dëm ekonomike ose te kompanitë ndërtimore apo kjo nuk është e rëndësishme? Jo, është e rëndësishme, por megjithatë domethënë nuk është aq e rëndësishme humbjet ekonomike të cilat nuk janë të mëdha, sa është e rëndësishme ruajtja e jetës së një punëtori, por megjithatë pronarët si po shihet një pjesë bukur e madhe e tyre qëllim kryesor kanë ruajtjen ekonomike se sa ruajtjen e fuqisë punëtore ose më mirë të themi shëndetin e këtyre punëtorëve. Shkurtimi dhe ose ndryshimi orari sipas jush duhet të vlejë edhe për sektoret e tjera apo vetëm për sektorin e ndërtimtarisë? Jo, ne themi që çdo punëtor i cili në momente kur temperatura mund të kalojë mbi 33 gradë atëherë kudo që janë punëtorë duhet ndërpriten punët derisa temperaturat stabilizohen, domthonë nuk është më rëndësi sepse kemi edhe ambiente të brendshme, sidomos për shembull tek furrat e bukës, ambiente që janë tepër të nxehta dhe në çat moment, pavarësisht ku je që kalon temperaturën 33 gradë, ajo është e rrezikshme për shëndetin e njeriu dhe unë nuk po muj me e kuptua pse qeveria e Kosovës nuk nxjerr një rregullore që i kanë në vendet për rreth pothuajse gati shumica, sepse unë kam pas raste kur për shembull punëtorët i kam gjetë duke punuar në temperaturë 36 gradë kur kam punuar që ndërpritet puna, më ka thonë mbala ke ndonjë vendim që unë duhet ta ndërpres punën në këtë temperaturë. Në fakt, Ministria ka nxjerrë shëndetësisë një vendim që kur duhet ndërpritet puna, po nuk përcaktohet decidimisht se cila është ajo temperaturë që duhet. Vetëm thotë duhet ruajtur, faktikisht duhet ruajtur, duhet shëndeti i punëtorit duhet ruajtur edhe në pikun e dimnit, por megjithatë duhet sanksionohet qartë se ku, qysh dhe kur duhet ndërpritet punimet.